Mirë se erdhët në një tjetër episod podcastit Flasim dhe do flasim edhe për ca histori që disa herë ndoshta edhe na pëlqejnë edhe s'na pëlqejnë, por duhen dëgjuar për t'i kuptuar. Por historia e sotme ka të bëjë me një grua, me një zonjë e cila ka bërë ca vite burg në Angli. Këtu pranë meje është pranvera Smith. Dhe pranvera, përveç se një nën e 3 fëmijëve, ajo bëri një burg që atë do e sqaroje në mënyrën e saj, do e thoje arsyet dhe pse e ka bërë, por duke qenë edhe një nëna e 2 vajzave dhe një djali me rreth 27-8 vjeç autik. Dhe gjatë procesit dhe gjatë gjykimit, sipas thanjeve të pranverës, nuk u mor asnjëherë parasysh cilësia e saj si nën për të kujdesur për fëmijën e saj me probleme të autizmit. Sipas pranverës, në këtë histori që thotë që ajo do e sqaroje vetë dhe do flasë vetë, edhe akuzat kërkësisë saj kanë qenë disi të sajuara dhe të fabrikuara nga njerëz që si kanë dashur të mirën, por në fund ajo e bëri burgun dhe do flas për pasojat, sikur thot, e saj që i ka lënë në jetën e saj si grua, si nën, por edhe si pjesëtare e komunitetit shqiptar. Pra me mua sot është pranvera Smith. Mirë se erdhe pranverë dhe faleminderit që u bërë pjesë e podcastit Flasim. Faleminderit shumë për ftesën për radhë parë. Quhem pranvera Smith, përdor emrin Smith, por nuk kam lindur me këtë emër. Emri im vajzërisë është pranvera Sadria, kam rrit në qytetin e Fusharzit, në veri të Shqipërisë, një qytet e vogël me njerëz të mrekullueshëm, ku një pjesë shpirtit e kam aty, por mbiemri Smith është mbiemri të cilin e kam mbajtur pasi kam qenë e martuar me një British, me një anglez për 15 vite, me të cilin kam edhe 3 fëmijë, pra 2 vajza dhe qunin. Po, se dole shpejt dole në temë, pranverë, cila është pranvera para se ti notëshin këto? Se besoj ke vite në Angli. Po, kam unë kam marrë që 1996 në Angli, edhe kam kalu gjitha me fjalë, kur kam pasar dhe me vizë martese, pasi u martova me Ian, me British, edhe kam pasur një eksperiencë goxha, bagazh të madh për sa i takon jetesës time këtu, kam bërë gjitha punët, nga pastruese, kam punu në shtëpi plesh, kam punu në fabrik, kam punu në zyrë, i kam bërë gjitha me fjalë, i kam bërë shëtitjet në këto fushat e jetës. Po, sa mend unë ti ke qenë edhe një aktiviste shumë e aktivizume e komunitetit shqiptar. Po. Nga të lindi kjo dëshirë dhe si ka shkuar ajo deri në momentin që ndodhi ajo që ndodhi. Po, unë kam ardhur në 1996 në Angli dhe kam qenë 15 vite që kam jetu në qytet që quhet Burton-on-Trent, është 15 minuta larg me Darbin. Mrena West Midlands. Po, them drejtën jam ndjesh shumë izolume, edhe kam pas punu përkthyse, po kisha 3 bebe të vogla, kisha vajzën 5, djalin 4 dhe një bebe që sapo e kisha lind, edhe burri punonte, baba i tyne, edhe isha se me thane blokume komplet, edhe vetëm përktheja në atë kohë, në 99-ën kam pas përkthy,
edhe më përtejnë me telefon, më shumë me telefon se aq ish mundësia, se nuk kisha njerëz, nuk kisha familje me të cilët me kalue, as kishin telefona, si që janë tash, janë celular, gjithë kanë celular, të gjithë, me fjalë ka qenë pak a shumë një jetë primitive në krahasim me si që është sot, po. Dhe u angazhove në komunitetin shqiptar. Po, kjo ishte pikrisht angazhimi më i madh që kam pas me komunitetin ka qenë nga rreth vitit 2010. Ishte edhe vite që përkon me kohën kur unë dhe babi i fëmijëve u ndam me mirëkuptim, sepse nuk Si ishte kjo ndarja, se janë interesante, nuk është, ai është baba i fëmijëve të mi, është shumë njeri i mirë. Edhe unë jam shumë njeri i mirë, gjithashtu, besoj, por jam shumë e mirë. Por, nuk este martesa, dhe ishte një kohë që ishim ftofë shumë, edhe sa do që, sepse baba i fëmijëve të mi, ai fakt flet edhe shqip, por nuk u ftofemi në një tjetrin edhe vendosëm që të ndahemi, vendosëm mirë kuptim me fjalë, edhe unë nuk kena pas asnjëherë problem për punë fëmijëve ose diçka, dhe unë isha ajo që lviza nga shtëpia që kishim, ai majti shtëpinë, edhe kam ikë nga Burton-on-Trent në vitin 2010 vetëm me gjanat personale, edhe kam përfundu në Birmingham si pastres. Ka ona fizike, sepse isha pastre, isha homeless, isha me 2 vajza, djali ishte me babin e vetë dhe pastaj në fund javë shkëmbeshim fëmijët. Unë çoja vajzat me rria djalin. Edhe në atë kohë, faktikisht unë kam qenë të punu për një organizatë britanike që quhej Fresh Winds, edhe kam qenë punojse për shërbime sociale dhe për shtëpi Housing and Benefits Officer quhet në anglisht, edhe aty kam fillu sepse 90% e klientëve të mi ishin shqiptar. Edhe një kohë që unë ika nga Burton-on-Trent, duke lënë shtëpinë, ishte shtëpi me 4 dhoma gjume, me 3 sallon, ishte shtëpi goxha e madhe, edhe anglezi, po tham anglezi që është edhe baba i fëmijëve të mi, i mbajti gjitha me fjalë, kam kërkuar një tavolinë që kisha blej, për shembull, si ashtu. Po kjo bjen kundërshtim pak atë me atë që thej para, u ndam me mirë kuptim. Jo. Për një tavolinë pastaj u bën. Jo, nuk u bëm namin, po si shembull, unë i kërkoj një tavolinë, tham ta marr atë tavolinën që e kishim blej, edhe ai më thot jo. Edhe vetëm atë gjë që kam kërkuar edhe nuk e kam pas problem hiç, me thënë drejtën, se shumë I don't care. I tha, edhe unë i kam thënë kështu, unë ti je anglez, kjo është vendi jot. Ti moj shtëpinë, do më moj shtëpinë po. Do më jap shtëpisë nga shtëpia jo. Okej, kam thënë, moj shtëpinë, moj gjitha. I anglez a vendi jot. Unë jam shqiptari, kam thënë. Unë jam linë rrit e varfër. Unë kam fillu prej zeros, do filloj prej zeros edhe këtu. Kam ikë në Birmingham, veç me gjonat personale. Edhe kam thonë, unë do ta ndërtoj shtëpinë, do ta ndërtoj punën, gjithas jam shqiptari, kam thonë. Edhe jam vend tonë. E ke pak një entuziazëm, pak si theksu, po s'ka si me ndohet ndryshe, se kena ne ato zonës tonë. Një pyetje konkrete. Po. Sa e vështirë është të jesh nanën një djali autik? Po, sidomos kur të ndahen prindrit, është të mërshme. Ndoshta për shumë familje, për shumë M'fala se jo, s'ka problem. Jo, s'ka problem. Për shumë çifte, ndodh që çiftet ndahen, nuk e di si funksionon në Shqipëri, po sepse fëmin, të kesh një fëmijë me autizëm, është sikur unë personalisht si nanë, e shoh që unë kam një djalë, vetëm një djalë edhe 2 vajzat. Edhe kur linë fëmin që në barkë, ne imagjinojmë që e përfytyrojmë kur të martohet, kur të bëhen gjyshe gjitha. Edhe në atë moment që kam marrë diagnostikimin, kur djali im ka qenë 4 vjetë e gjysëm, në farë mënyrë ai djalë mu ka vdek, edhe mu ka dhënë një djalë tjetër, është po. Por në atë mënyrë edhe është fakt, me fjalë që e kam studiu edhe shumë nanas në pozitën time kanë thonë, është sikur ai fëmijë të vdes një farë mënyrë, jo fizikisht, po shpirtërisht, edhe ti merr një fëmijë tjetër që ndoshta
ka këto kufizime që do t'i ketë për tonë jetën, sepse autizmi, sa do mund të përmirësosh diçka, po është diçka që e ke për tonë jetën. Edhe nëse më lejohet, du me thonë, e kam menu shumë herë, sidomos, në këtë kohë që u shpërqendrua, e ka qenë në mosh adoleshencë dhe du me thonë që djali jem ike nga shtëpia, edhe kena pas shumë probleme me ta, hormonet në moshën 14 vjeçë sidomos, edhe ka qenë atë koha fundi që unë e kam marrë në Shqipëri, sepse filloi edhe u bë agresiv, edhe djali im ike nga shtëpia, e patëm çu në qendër, ike nga aty, edhe hera fundit që djali im, edhe policia ka një listë gjatë dokumentacionesh kur kanë kërkuar se ka kishte të ikte, se është shumë inteligjent, se fëmijët autik janë shumë inteligjent. Ka pas një rast, ka pas 6 kujdestarë dhe djali im ju ka ikë të 6-ve, edhe kanë gjetë policia në orën 2:30 të natës, duke mundu me shku me kalu me 6 në autostradën. Ja. Po, është personalisht unë... Po sot që është i madhe, ka prap këto... Jo, tash është më i sigurt. 27 vjeç. 27 vjeç, po, por sot Christopher është ai merr qetësues, flen shumë më mirë, është shumë më i qetë, edhe një kohë kur isha në momentet më të vështira, e quja se kur më kishte nem Zoti, kur kalova kohën, çfarë kalova, që ndodhi me burgimin tem dhe të partnerit me të cilin kam jetën, Mulit, kur jena arrestu, e kam kuptu atëherë që djali im nuk pas ka qenë mallkim, djali im pas ka qenë arsyeja, jo bekim, po super bekim, edhe ka qenë arsyeja edhe vajzat, po sidomos djali, që unë mos dërzohna. Dalim, inshallah shkon mirë ma mirë, po dalim të një pyetje më konkrete, Po, dhe për ato që jemi edhe këtu. po, Si noti, si ju arrestove, po. edhe arsyeja, pse ndodhi pikërisht tek ti. Po. Dhe edhe mirë është me thonë në atë mënyrën që e din ti dhe që atë që e thu ti. Po. Në radhë parë du me thonë që kam përfundu punë me shtetin, se me thonë që në nëntor të 2025, me licenca, me gjitha kam përfundu punë. Por, nërkohë që shteti britanik ka përfundu punë me mu, unë ndjehem se unë sa po kam fillu punën teme, me sqaru situatën teme, sepse kam pas shumë besim këtë shtet. Personalisht si pranver, kam punu 30 vite. Edhe kur kam rrit fëmijët, kam shku me 3 fëmijë, kam studiu 6 vjet juridik me 3 fëmijë të vegjël, 5, 4 dhe bebin. Kam shku full time të studiu. Gjithmonë jam aktivizu, kam punu vullnetare, kam mësu diçka, me fjalë gjithmonë kam pas atë, ose përnyshe mik truni më, po s'ishte më diçka. Edhe pikërisht kur kam marrë në Birmingham 2010 për me jetu, ku isha për 2 vite si punore sociale për këtë organizatën britanike. Pas 2 vitesh, unë punoj me një shoqat tjetër shqiptare, që më zgjati edhe 2 vite tjera, dhe po... Të krijuar nga ti? Jo, kjo shoqata ishte krijuar nga disa shqiptar tjerë në Birmingham, Po. Edhe punova edhe aty 2 vite, edhe pas 2 vitesh e lasha atë punën, dhe krijova në 2014 themelova një shoqat, quhet Freedom to Stay, që fillimisht Freedom to Stay me Fjalë numër për 2. fjalë shqip. Liri për të jetuar, për qëndruar. Ishte edhe pak si me coin fakt. Sepse aktiviteti ishte me mbështet individ, sidomos komunitetit shqiptar, që shteti nuk i do të këtu. Me fjalë, edhe po shikojmë diskriminim, kishte shumë diskriminim, edhe fillimisht filloi jo me një aplikim me aplikime për shtëpi, për asistenca, jo por gradualisht themelova shkollat të gjuhës shqipe,
në Wolverhampton, në Birmingham për fëmijë të moshës 4 deri në 16 vjeç me fjalë, edhe kishte jo festa, aktivitete. Edhe në atë kohë, për qenë sinqert, ishte një kohë që e bëja edhe aplikime për fonde, edhe kishte fonde, small grants, për shembull nga BBC Children in Need, Awards for All, edhe isha në gjendje me pagu me menaxhu mësuesit ose sallën. Edhe një aktivitet. Po, kurse shpesh herë me nej, unë për vete nuk isha e punësume, aty isha të e bon vullnetarisht, por më ka ndodhë sepse jam tipi vetë që kisha me pagu sallën, për shembull për festën e flamurit, në cilët njerëzit hynin falas, por qa njerëzit nuk dinin, se ishte diçka se kisha pasion. Njerëzit nuk e dinin se unë përdorsha lek që më ishin fut për child benefit, child tax credit. Me fjalë përdorsha asistencë. Pa rrezikun fëmijë. Po, me nej shtrat me gjithmonë për me bëu të mirën për shqiptar. Po, si ndodhi, të rrim pak te çështja. Si ndodhi historia që pranvera shkoi në Burg. Në Burg, po. Se unë pak a shumë të njoh pranverët. Unë kam jetuar edhe unë në Birmingham, ti e din aty. Dhe ke qenë shumë energjike, dhe shumë e vështirë për të gabu pranvera. Okej. Tashmë unë du me thonë diçka që Freedom to Stay organizata u themelu në 2014, u regjistru me Charity Commission, por erdhi një kohë që nuk na jepshin fonde, ta them të vërtetën. Edhe arrita deri në vitin 2020, me fjalë kishte ulje ngritje, edhe shumë herë mendoshja me mbyll se nuk kishim lek me pagu qiron. Qiroja bate rreth 1000 pound muj. Edhe erdhi një kohë që zyrën e kisha, edhe njerëzit që për shembull ishin të bë punë ekstra, ishim në gjendje që njerëzit jepshin edhe donations, edhe fillu me marrim mbështetje nga shqiptarët. Edhe pastaj, sidomos 2 vitet e fundit, unë u futa në diçka që nuk e kisha menu kur që ekzistonte. Duke marrë me çështjet e azilit, zbulova që në Birmingham ekzistonte një botë që njerëzit normal që kalojnë nuk e din që ekziston. Dhe është ajo bota ku djemt, sidomos djemt, mund të them 99.9%, djemt shqiptar, vinin me kamiona, pagushin 15-20.000 pound dikush për to, u futshin... Është ajo koha e bylljes emigracionit. Po, u futshin në punë ilegale, edhe sidomos u merrnin si fermer, por 2 vitet e fundit, në 2018 dhe në 2020, emri jem, se unë e futsha emri, nuk kisha sekrete, edhe i mrosha klientët e mi me një fanatizëm të papon. Edhe shteti, sidomos kur pranvera Smith këtu, pranvera Smith aty, shteti tash do të më ditë kush është kjo. Sepse t'ja u hesh, e kishin arrestu djalin për shembull, e kishte diçka në makinë, 2 bukë ose diçka, dhe unë e disha të marrësh policinë, ti thosh është klienti jonë, edhe as ta lëshonin, ishte diçka pa pame. Por qa nofte, unë ju disha situatën, na kishim edhe evidenca, me fjalë edhe mund të them që ndërkohë që jam shumë inteligjente në mënyrën se si mi vu gjanat, me thonë gjërat të duhura, mi vu pikat mbi i, si thot një shprehje, në anën tjetër isha edhe shumë jo inteligjente, isha shumë naive. Pa djallëzume se nuk po e dishe se ishe në survenim. Jo, nuk ishte survenimi, po shpesher edhe njerëzit, nuk, unë jam një njeri me zemër shumë të madhe, edhe jam njeri shumë me zemër të madhe. Ke besu shumë. Unë jam kam shu shpinë njerëzve me fjalë djemve, se s'kishin thosha s'kan ku me nej, po shpesher njerëzit edhe nuk tregonin vërtetën, por du me përmend diçka se është piklidhja se qa ndodhi. 2 vitet e fundit, 2018 deri në 2020, me fjalë puna me regjistrime, se regjistronim njerëz në Croydon, në çdo zyrë home office, njerëzit që kishin bë burg, i shohim, por unë rishim personalisht, unë kishim edhe 2-3 vajza që punonin në zyrë, shqiptare.
unë rria 10 orë, 12 orë, 15 orë në Klojdën me klientat. Derisa i masha me veti, edhe ishte diçka ishte mrekulli. Do të thonë, në atë kohë gjeta njeriu në jetë kërkon një gap, kërkon një hapësirë që ta mbushësh. Edhe kjo është në çdo biznes. Por unë me fjalë, edhe çdo herë se unë bësha këta, unë isha tu largu vetes, në çdo herë, sidomos me djemt, që një djalë ishte i dëmtuar, kishte ndodhur diçka, ato nuk e kuptonin se ato më shikonin mu si shpëtimtare, por ato nuk dinin diçka. O ylli, ato nuk e dinin se unë kisha një luftë personale shumë të madhe. Me fëmin tim. Edhe për mu ishte mjekimi më i mirë, sepse e hisha mendjen nga halli jem, edhe thosha, ok, djalin është gjumë, ose kështu, por kur u merrja të nesër me një djalë, ose që kishte ndodhur diçka shumë e keqe për këto shtëpijat, thosha, o zot, thosha, kam bën diçka të mirë, edhe humsha e fije, shiki, atë është diçka se nuk e du të quhet transfer. Ke hum pak vëmendjen duke shkel paka shumë në thojza ligjin. Po duke bë mirë. Ligji nuk e kam shkel në atë rast. Jo, flasim për atë pjesën e... Jo, pjesa burgut është tjetër gjë, ligji nuk e kam shkel, edhe nesër të hasi, ok, do t'i bëj gjërat më ndrysh, po nesër në qoftë se unë ndeshin në një djalë ose në dika që është në të njëjtën pozitë, unë nesër do e bëj, po do e bëj në mënyrën e duhur. Do e ndihmoj. Se kam bërë ca gabime, sepse këtu ka polici, ka shtet, ka organizata, agjensi që t'japin dorën. Nuk ka si e pa shpresë. Pra ne tutën njerëzit. Po, që në dhe piklidhja, më falë se kështu. Okej, më falë se shpërndohem shumë, po. Piklidhja është to, du me lidh me një person për cilin unë kam shumë respekt. Një gru që ka qenë burnesh, merr në telefon. Kjo gru nuk jeton sot, Lulita Nuzi. Kjo merr në telefon, një zonjë që me fjalë kishte provu që jo vetëm burnesh, po kjo kishte ndërtu, çfarë kishte ndërtu me komunitetin shqiptar, i kishte kalu çdo kufi, sa do mu mundu, nuk kishte njëri burr që matet me këta. Nejse, kjo merr në telefon edhe më thot pranvera, thot shumë e shqetësuar një rast, po them si kështu, mund të jetë një 2-3 vite para se ndodhte arresti. Më ka marrë një gru thot edhe ruju thot se ka fol shumë keq për ty. Edhe i them pse, jo ka thonë që kjo nuk do me hap shkolla shqipe, jo kjo trafikon njerëze, jo kjo fjalë që nuk nxirren për goje. Edhe ishte pikërisht ky person që unë pastaj ma vonë e marr vesh, me gjithë një tjetër që i kishte thënë support workerit vet për Women's Aid, që i kishte thënë që pranvera nxjerr gratë i nxjerr në rrugë. Tash llogërite një zemër aq zezë, një urrejtje, ta kish një urrejtje për njërin tënd se na jena njerëz njëri tjetrit. Edhe këto të dyja, ishte femër kjo. Të dyja, po. Një ishte nga veriu, një nga jugu, por, por qa ndodhi, kur i thu policisë filania, sidomos dikush që ishte në rolin e liderit, po nxjerr gratë në rrugë, po trafikon njerëz, a diskutohet të mu hap një investigim, se është agjon serioze. Tash du me thënë diçka, kush do që të ma thuni një njeri, sepse edhe kjo ka bo investigim. Tani investigimi... Me sa di unë, që më t'i bima, se ti edhe pak e emocionume, me sa di unë, edhe në gjyq ty s'ka dalë as një provë. Jo, tani, kur më kanë arrestu, okej, tash që bëjnë policia këto futën një polic undercover, të zyra jemi, 2-3 zyra, edhe unë nuk mund të them, për punë që kanë thonë media, unë i herë du me pastru emrin tem në këtë kuptim, se që kanë thonë media me fjallën rrejna me bisht, edhe çdo gjë është në emër të diskriminimit kundër shqiptarve, edhe sidomos këtë vend kundër një gruje shqiptare. Por nga ana tjetër,
është edhe ana tjetër e medaljes, që unë personalisht, me fjalë kam përfshi, sepse në këtë rast a fut edhe si kuturu edhe burri jem, me cilin kena 9 vjet tash, sepse ndërkohë që policia undercover më thot mu që shoku im mund bin shqiptar, do ta bin këtë qunin, ishte një qun që do të me ardh, me 3.000 pound, unë e hangra. A i hedhi atë, edhe unë i thosh, okej, ta sjellin, edhe po, e theva ligjin aty dhe unë e tham me dur në zemër, meritoja i farë dënimi. Në këtë rast, avokati thot, do të bëhet suspended sentence ose maksimum me 3 muaj burg, se ke thy ligjin e migracionit se s'ka hy kush kur në burg. Edhe në këtë rast, ja kam qenë para zyrës se në Solihull, zyrës e Home Office-it, me klientin, kur 2 civil kanë ardhur, një grua dhe burr, më thonë, je Pranvera Smith? Po, i tham, jam unë. Më thotë, je në arrest për, nuk më vunë pra nga gjo, je në arrest për trafikim, prostitucion, klas A, klas B, tash kish parasysh, s'kam pa drogë kur një jetem. Edhe fillova i thash, ashtë një, a i të talë me mu i thashti, ashtë prank i thash, edhe unë ja thash i fjallë, i thash se nuk kam ko mu marrë me ju. Tash lëgoj të sakshëm. Edhe kynu dhe arresti, ndërkohë arrestojnë mullin të zyra, e kthejnë shpijat, more mrapsht të kërku leket të kërku budalliqe se. Po përfundimisht, a u gjetë gjë? Po s'kesha me gjetë, kur s'ka gjë me gjetë, s'kesha me gjetë. Mirë, po më Pranverë, se du të mi marrë gjanat me radhë. Në gjyq, Pa. a prunë fakte, a prunë dëshmitar, apo... Ky polici kishte... Sepse, a di pse po e lidhe? Po, s'ka problem. Du ta them Ke sigurisht. thanë unë e du me pastru emrin, do e hedhë në gjyq për atë që a bon këshim leje. Po. Po, ti a ke pas faj. Unë ligjin e kam thy se unë, ndërkohë që policia vetë, kanë marrë kamion në Belgjik, kanë komuniku me policinë nej, edhe kanë bën një operacion për me hyp një person që ishte shqiptar. Edhe ajo operacioni kushto. Edhe ajo operacioni ka kushtu British taxpayers. Po, i ka kushtu, por ato kanë organizu, jo merr kamione, jo rrugtimin, jo kështu, edhe unë kam rënë dakord, kam thonë, po, bjene këtë djalin, po, ata e kam thonë, bjene sa është gjëna, dhe në qofë se s'ti pagu na i lek ti pagu, jam futë mërë vlo. Po mirë. Qata po, jo se, edhe që du me sëru dhe diçka tjetër, në letrat e gjyqit, kush di me lexu anglisht, thuhet qartë, tentativ në bashkëpunim me të tjerët, që të tjerët janë vetë këto, National Crime Agency, për të thyr ligjin e migracionit, për të sjellë një person, shtetas shqiptar, në Angli pa vizë. Edhe, diçka që sharake, thot gjyqtarja në atë kohë, thot Pranvera Smith, thot, nuk e bo krim, thot, ama të kishe pas mundësin, thot, në të ardhmen, ti do të kishe thy ligjin, thot, do të kishe bo krim, pastaj tha, edhe ne duhet bëjmë edhe diçka tjetër, duam të godisim komunitetin shqiptar, se po bën shumë krime këto. Dhe më thonë, ku ke kam diskriminim, edhe pa drejtësi. Mirë, Pranverë. Edhe ka funksionu që të godisin një komunitet përmes meje. Dhe me thonë, ti e qunë pak diskriminim. Jo, nuk e quj pak, e quj shumë. Po pse duhet kishin diskriminim kështu? Po ka për kashime, sepse unë jam gru, jam shqiptare, jam lider, sepse të marrësh një zyrë, 350 dosje, e mos gjesh një dokument falso, një mërvla, së unë i kam bëjnë çdo gjë ligjërisht. Ne kena punu me avokat. Kush ka punu me mu, e din. Pa mos ka qenë ajo, nuk edhe po një gjë tjetër. Po, për shembull është, po. Edhe diçka tjetër, gallada është se tu incizu ky undercoveri ka vjedh 4.000 pound, janë vjedh 4.000 pound që kanë qenë të syrtari, që kanë përkat, edhe ka qenë evidenca që kanë qenë nën sistemet pensionit. 4.000 pound që kanë pas më shku në Shqipëri. I kanë vjedh vetë, edhe ju kam thonë kudo. Të i thu tjerë. Policia, jo, e kam evidencë. Dakor, po prap nalin. Po shkruaj librin, unë jam të shkruajt librin për këtë dakor, problem. Aty do të se kam gjitha me ma evidenca. me detaje, po një pyetje konkrete. Po. A janë shqiptar të diskriminum apo s'janë? Si mbas, duke e provu edhe burgën, si mbas Pranverës. Dhe në qofë se janë pse, dhe në qofë se s'janë pse. Sepse, Po. ti jemi realist. Këtu ne kanë hapë kratë kur
kemi ardhur. Na kanë prit. Mhm. Jemi këto që jemi sot, Po. pavarësisht se ka shumë probleme. Dhe që po merren me ne, po merren shumë. Si është mendimi i pranverës? Mendimi pranverës si herë, kur i kanë hap kraht për ne? Kohët kosovarëve? Po dhe atëherë. Po. Edhe shqiptarët për ka pas një mënyrë, ose regjistrohesh, edhe home office e di vetë, që ose regjistrohesh si i Kosovës, po ai tjetri ja ka në gjak, për shembull, okay, koha kosovarëve ka qenë e vështirë, ama se ka qenë luftë dhe ka qenë e ka kapat ligji me fjalë që ka qenë shteti në luftë, po du me thonë ai diçka tjetër, për të njëjtën kohë, nëse ti thu jam i Shqipërisë e jam gjak e shteti shqiptar thot e mbrojmë na, ti je detyruar me rrejt, e di edhe shteti këtë punë, edhe sot e diskriminona. Edhe unë personalisht unë nuk shoh ndaj përkrahje që ky shtet po jep shqiptarëve sidomos. Edhe disha tjetër du me thonë që shumë e thojnë edhe kosovar që janë kosovar, shqiptarët Kosovës, pse keni përdur punën e Kosovës. Në kohën e Verhoevës, kanë shku të Kosovës në Amerikë, gjithkohë janë milionera sot, edhe nuk kanë thënë jena prej Kosovë, kanë thënë jena prej shtetit komunist në Verhoevës. Do me thonë e kanë përdorë. Këto janë gjona që Jo, ne mund mi përdor, po du me thonë këte për kushtet që thot pse ke thonë prej Kosovë. Jo, dikte pyetja, janë apo s'janë diskriminuar? Jo diskriminum. Unë për shembull, fëmijët e mi janë gjys anglez bardh, kur ma kanë bë mu si shqiptare, kur s'kan marrë asnjë gjë parasysh. Më kanë fut 8 vjet burg para zbritjes. E burri tem që është shqiptar, 6 vjet për diçka se s'ka ndodhur, që edhe gjykatësia thotë s'kena fut kanë kurrë në burg për këtë rast. Ku kema diskriminim, ku do me gjetë tjetër? Po si na diskriminim, edhe qenë të rrugës, këtu respektojnë ma shumë se shqiptarët. Po pse ndodh, ja? Pse ndodh? E kena vetë fojnë. Ne s'bëjmë gabime. Jo, gabime bojnë tonë, po, shifmu, na jena të përshomë, vlla. Na se du mirë njën e tjetrit. Ke shqiptar, o ka njerëz zot shqiptar, që unë kam e kras, mor avokate, mor doktora, mor dentista, oh my god, mundën me kthy ujin për pjetë, por janë izolu në atë botën e vetë, edhe kur shikojnë që fëmija tyne, emri fëmijës tyne, gjaku i tyne, bullizohet, diskriminohet, merret për kam, they don't care, s'duhen me ditë hesh, myllin kështu thënë, edhe ki edhe shqiptar shumë, që nuk e pranojnë me fjallë që thënë, po, du me nej larg shqiptarve, shqiptar, je shqiptar, you can't change your blood, bro. Se thot shfeja, nuk mundesh me ndryshu gjakun. Edhe e kena vetë fajnë, sepse na jena të përshom. Ama si racë jemi racë e bukur. Atash, kjo e gjatë ma të bukur, I swear. Por, fëmijët e mi janë shumë bukur, fal meje, dihet, edhe ja kujtoj çdo herë babës vetë, me cilin kam marrëdhënie shumë të mirë, me anglezin, bile shpesh i tham, ta gjej nusë shqiptare, dhe thot, never, jo, si ti, jo, se jeni të këqij. Shaka. Po, ne fëmijët, po ju keni po, edhe diçka tjetër fëmijët shqiptar, po në shkolla, kudo, janë steril, janë pastër, janë të lamë, janë të nrumë, janë bukur, po janë bukur. Përmesim racë, mos e pa ardhon, për shembull anglezi, Mr. Smith, do kishte ban fëmijë, nuk janë, çdo fëmijë i bukur, por nuk janë si na, kupton, nuk kena ta Mediterranean look dark. Nalemi edhe pak, se na bone reklam shqiptare, nalemi qik te puna e si e përjetohet burgu. Mu më duket prapë si anër. Kur dola prej burgut, jam diagnostiku. Kam pas depresion për shumë vite, edhe pa hyn burgun mersha mjekim në fakt, mersha qetësu, sepse sidomos pas diagnostikimit djalit, kam përjetu shumë keq. Por, qanodh, unë jam të shkruajt librin, edhe që kam shkruajt në burg, me dorë, pa kam dhe pas shumë vështirë. Burgu është më mirë njeriu, për shumë më ra gjumë mos mushu, është më keq se vdekja. Kam pas njëra i që e provoj.
ashtë më keq se vdekja. Nuk e di si janë për djemë, për burrat, edhe burrit tem me fjalë, edhe aja shumë i traumatizum. Kur është aj me fjalë, na femnat jena nga natyra shumë buta dhe unë mendoj që nëse unë nuk do të kisha linë rrit malsore, sepse nga ne i kam rrajt, unë sidomos me padrejtësin që u bon totalisht që ishte totalisht e neveritshme, në emër të diskriminimit kundër këtij komuniteti që unë i përkas, no comment. As nuk ja uroj burgun as armikut të më të madh. Ti e nën po fëmijë cjeni edhe veçanërisht djali gjatë kësaj periudhe, si jeni? Kur jam dënu, pas zbritjes së dënimit, jam dënu 5 vjet edhe 4 muaj, për me ba gjysmën, kam ba 2 vjetë 8 muaj, do më thonë i takon 966 ditë, ta ndosh nanën e një fëmijë autik për i fëmis, jo për hatrit tem, unë edhe me pa vrakan, me pa bon krime të mëdhaja, jo diçka që nuk ka nodh, por ta ndosh fëmin autik për i nanës vetë, sepse sidomos djali janë shumë i lidhur me nanën, është gjunahi më i madh që mund t'i bëhet dikuj, sidomos situatën tim, në emër të diskriminimit kundër një komuniteti që unë i përkas. E unë nuk naloj, derisa të vdes, derisa të mulojnë dheu, unë do ta them fjalën time, pranaj shpesh kam thonë do të flas, se kam shumë me fol. Pranaj po funoset ky shtet, a ke pas ato funos në çdo anë sikur Titaniku. Atë e thu ti. E tham unë, kështu e shoh unë. Po. Ato funos në çdo anë. Shteti ka ligj. Po. Mu më vjen keq shumë pra verë, sepse po. Vërtet ti ke kalu një kalvar që shumë zër me e kalu kush. Dhe një si mashkull do t'jetë shumë i fortë që t'i kaloje, duke pas edhe këtë cikletin tjetër të djalit. Po. Po, ligjet janë ligje dhe s'pysin. E vërtet. Po e vërteta, po them unë, është si nuk u ra, a u ra në herë në men me pyet ose me thane ka një fëmijë në këtë gjendje. 960, akon këtë koha Covidit, që nga viti 2020 deri në 2023, me 3 mars ku jam liru, edhe këto është edhe disha keqe se nërkohës në shtetet tjera ba dënimin del këto njek dënimi, koha licencës ka qenë të merë. 0 kontakt me mulli njëherë, po 1 vit 0. A ishte burri jem. 0 kontakt, as telefon, ose të kthejnë mrapsht, me bo edhe 32 mujt tjerë. Llogarit e qarë skandalesh. Ta ndash i fëmijë autik prej nanës 966 ditë, është gjinoj më i madh. Pra burri jote është hero, ish burri. Si? Pra ish burri është hero, se ai e ka shikuar gjatë kësaj kohe. Jo, djali im ka qenë kujdestari, atëherë ka qenë një qendër. Po. Nuk, sepse djali im është me fjalë është shumë mirë. Bile edhe unë e marrë çdo fundjavë, por shpesh herë nuk rrin 2 net, du me ikë të shtëpia im. My house, Didi house, Didi e ka nickname. Po, një pyetje pak si me speci, themi ne. S'ka problem. Kush t'u gjen në ato momente dhe kush ishte ai që ta vuni shkelmin, ma shumë e mo? Jo me emra, sigurisht. S'ka problem. Njëherë e para, këto 2... A ke një shgënim për një? Jo, ta themon, jam shgëny për këtyne 2 individeve që fola, grave, që shujnë vetën gra, po ja kam lënë Zotit, se kam pas shumë që unë mund t'i dëmtoja, po ja kam lënë Zotit edhe me qa kam një gjuhë, i ka marrë Zoti vetë dorë. Jo, no. Unë ja lënë Zotit. E para. E dyta, si mor u shtukën shoqënia, pranvera isha rrethume me shoqëni, me njerëz, po si mor filtrun kështu, edhe e kisha një gjuhë se po vdishe, po hynë në burg. Kama ta shtyjnë edhe më atëherë. Po humën ton, edhe bile tu mor me thashë theme, edhe kështu. Edhe që kam kuptu se unë të hec mas njerëzve, për 20 vjet mas shqiptarve,
unë kam lënë mrapa familjen teme, kam lënë mrapa fëmijën e mi, cilët e kanë vujt edhe vajzat e kanë vujt shumë. Po familja jeme mu ka gjetë afër, një person, një veçancë e kam thonë në podcastin tem, që njëri nuk e pret, kam një nusë e vllaj të madh, edhe Ladi, kjo është me ba nusja vllajt, ajo s'ka fëmijë vetë. Po me ba ashtu për kunatën, ajo me vajzën e vogël, me fjalë, me lek, e me çdo gjë, e me organizu. Kurse familja jeme kanë organizu, se unë nuk kam qenë e pasme. Edhe një lek që mërsha pagusha gjanat, me fjalë jo rentin, jo kështu. Edhe lek të avukatëve kreti kanë bo familja jeme, nuk ka dal një njeri, me fjalë në këto njerëzit që u shoqënosha me ta. Në këto njerëzit që ju ka shalshu shpinë, ju ki shalshu zemrën në dorë. Edhe shqyqy se një forane m'nodhi, se e njofta dhe nuk e urojt keshën, po... Sot, Po. si shikohër sot, në komunitet, të njerëzit e tu, të shikojnë tamam me atë apo kjo? Nuk Si e shikon ti në atynin tanë? e di si është puna, me komunitetin, Jo vetëm me komunitet. me shato se njoft, se kam njoft, e kam ata kur mu m'ka djek shumë shulli. Edhe tash e disi i frejkosit, nuk afru na hish. Si për afrosh, ja? No thanks. Okej. Edhe e di se flasin, po s'ka problem se du të mu marrë me fjallë. Fjallë Prandaj, grash. do të bëj një pyetje konkrete. Po, Ti ke një nickname, si i thënë në anglisht, ose emrin tjetër, aha. që nuk i e për atë emër, po ta kanë vu, nona. Si Qa do s'jam me marrë? thonë nona? Okej. Po jo me si e e re, mashallah. S'jam e re, maraba, kur bash. Nese, okej, nona, 2 vjetë të fundit, mu ma kanë vu djem të Birminghamit. Djem të shpijave, se thënë ta. Edhe... Arsyeja? Në Shqipëri kena një shprehje që thujmë, në shqiptar thujmë, o ti je nona, po i thujnë edhe burrit, ti je nona punës. Mu më thoshin, o shko të nona, po unë i kam, kur vishin për shembull, vishin të zyra jem, unë kisha edhe i divan, kështu edhe i vusha fleshin edhe gjumë, ishin shumë të vujtun, ju e pëshe buk me durët e mija, dhe i kisha mother, se me thonë. Por njëjtën kohë, gallada është që kur jam arrestu, policia, me fjallë media, ma kanë thonë që unë jam la nona, me fjallë që gjë la nona në italisht. Nona e mafjes. Nona e mafjes shqiptare, bla bla bla, bla bla bla, bla bla. Edhe në fillim jam trondit, jam mërzit, por... A pëlqej si titull, ka njana është nona, është nona e mafjes. Thank you, I love it. I love it, edhe libri e me ka titullin Nona, podcasti ka emrin Nona, edhe të vorri do ta shkruaj Nona, sepse e shuj veten që jam nona punës edhe unë nuk dorëzona. Prandaj ti e di se këto kanë limite, do të bëj një pyetje esenciale dhe fundit, dhe një mesazh për shqiptarët, burra, gra, për ato që ke kalu ti dhe qa mund thush ti, sepse ke djem, shumë djem, maksimum djem, që janë në përburgje, kanë djek shpish të nanash. Cila do ishte një mesazh i joti për djem, po edhe për gratë, atë është sektori jot. Okej, për gratë, për gratë shpejt të shpejt, gratë që janë në Angli, këto se janë azil kërkuese, du m'ju vëboj, se shpesh herë, janë të prit për letra, pret 1 vjet, pret 10 vjet, du m'ju thoni porosi, nuk e kam problem që ose më shani, po tash që është fëmijë në shkollë në orën 9 e shërek, e ti marrësh në 3 shërek, e të kalorë 6 orë të kosta, është gjënohi Zotit. Ti ke drejt me studiu, mu bo njeri, futo nisol kursis, futo në hairdressing, bandisha nërkosit e prej letrat, sa si se nëzje prej shili. Thash e themet nuk qojnë kërkon. Shko të kosta i her njavë, rrej 1 orë, 2 orë me shoqet, no problem. Unë nuk e kuptoj shta, e para. E dyta,
Djemë se duhet marrë në Angli. Anglia nuk ka fush me lule. Du më thonë nonave të veta që janë në Shqipëri. Kontrolloni mirë se ku jeni t'i shu djemët. Se nuk janë gjonat që shto. Nuk ka këtu nuk bin lekt prej qiellit. Ju jeni të prit se jeni një formë mënyre, jeni t'i bën fëmijë tu viktima. T'jem tu viktima. Se në qatë moment sa ato fillojnë jetë në përshpia barë, jetë krimesh, fëmijën e keni humbë një formë mënyre. Edhe në qoftë se merrni shnosh, mendërisht ai fëmijë nuk ka me kanë më një lloj. Okej. Edhe djemve këtu du m'ju thonë një herë ju kam zemër, ju du fort, nana ju ka shpirt. Krejt djemve se kam punu me to, e krejt djemve se kanë kalu gjona. Shto se kanë kalu. Mujshi evitoni me hynë për shpia e mu marrë me budallik. Nuk ja vlen. Qato lekse t'i bash kanë me shku haram, ka me t'i marrë avokati, ka me t'i marrë shteti, kanë me t'ekstradu, kanë me t'a zi jetën ky shtet. Nëse ke mundësi, edhe nëse je pa letra, mundo banej punë me djers, se mos trisht e këshyr me krytin mra pa ton kus. Nuk ja vlen në djali jem, nuk ja vlen. Edhe porosia fundit a mundem, kam 3 gjana që du me thonë për të tonë, për burra, për gra, për gjithë. Njeri unë jetë, du me thonë unë si Pranvera Smith, Vizë Sadria, si nona. Janë 3 gjona në jetë se njeri do të mi provu. Puna e parë është spitali. Se kur shkosh në spital, e kupton se çfarë do me thonë me jetu. Kur të bojnë operacion ose kur ta shikosh si je mbus vdekjes, vetëm që atëherë bosh si shaj se është etshëm për ujë. Edhe vetëm atëherë di vlerën ujit. Spitali pari. I dyti, do të me provu burgun. Se vetëm kur të merret liria, e din si çfarë do me thonë, të marrësh frymë në moshni, në mënyrë të lirshme. Çfarë do me thonë, të hapsh rrobat në jashtë, në ajër të pastër në tel. Edhe ato mi fjala çdo gjë është magjike kur e mendon lirin, vetëm po shjen burg. E treta, ju jap me këshill gjithve, shkoni të paktën një herë te varrezat. Shkoni te varrezat e hesni. Hesni për varreza, pa telefona, pa si gjon qetësinë tuaj, edhe shifni aty fotografinë e dikujt, çdo njeri aty ka histori. Sepse shajo tokë që ti je të hec, një ditë ka mu ba shatia jote. Por sa ti jesh gjallë, bani jetën mirë e ma mirë. Po pate me fal. Po pate me ba një plan, edhe mos u peno hish. Mundo me ba ma të mirën, jep mirësi, drejto prej Zotit, por du m'ju thonë, kurrën e kurrës, mos ja privoni vetes drejten me ba shaktin me ba një jetë. Si jeta është tak, shkon punë sekondash. Një fjalë të fundit për veten, për fëmijët e tu, dhe ku do ta shohë Pranverën? Okej, kam plane për të ardhmen, për momentin jam të punu për librin, për fëmijët, o Zot faleminderit për fëmijët e mi. I kam 2 vajzat mrekullueshme, që janë si perri, janë të bukura, i kam mami zemër. Kam djalin që prap ai është mas Zotit, ai më ka pështu jetën mu. Jam këto për shkak të atij. Edhe unë kam do plane, si Pranvera kam do plane, vetëm do të ashtu. Po, pastaj ka do, ma mirë na i le surprizë. Jo, vetëm pak mund ta them, shkurt e shqip nuk do, kam mundësi me hap zyrë, kam mundësi me ba gjona tjera, unë nuk na loj. Derisa të vdes, kur të marrin Zoti, unë nuk na loj, po për momentin jam seriozisht e konsideru mu marr me politikë. Bravo. Në Britaninë e Madhe, edhe shpresoj të kem shtetjen e komunitetit tem. Unë edhe du që t'i bëj edhe thirrje edhe gjithë aty në që janë intelektual, jo intelektual, punëtor që të bashkohen na bret, mbrojmë fëmijët tonë, të ardhmen tonë, edhe shpejti do të më shihni në një këndvështrim tjetër. Shumë faleminderit Pranverë dhe faleminderit për këto që ju thamë këtu. Faleminderit. Të dashur shikues, faleminderit edhe për jush. Dhe kjo ishte një histori e thamë prej Pranverës, e përjetuar prej Pranverës dhe
Në fund s'ka me gjonë tjetër veç me i thanë faleminderit. Shumë Dhe shifna në faleminderit. episodin e arshëm. Jam shumë Faleminderit. krenare që jam shqiptare. Faleminderit.